Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi urdhrin e firmosur nga presidenti amerikan Donald Trump ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshi edhe Shqipërinë, ku piketohen figura të larta të politikës që mund të jenë të korruptuar apo që mund të minojnë demokracinë dhe vetë shtetin ligjor. Për të folur më shumë për këtë urdhër dhe se çfarë pasojash ka ai konkretisht, ne do të bisedojmë me avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Zoti Islami, presidenti amerikan Donald Trump, i cili pothuajse ka zgjidhur krizën në lindjen e mesme sa i përket konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, është kthyer tashmë me syt nga Ballkani Perëndimor, ku ka firmosur një urdhër ekzekutiv sipas të cilit do të goditen dhe piketohen të gjithë ata individ që i kundërvijen Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo që kapen në korrupsion, apo që minojnë shtetin e së drejtës. Ju si e lexoni këtë urdhër? Me sa shohum, ky urdhri që vjen si vjet shtron trasen e privatizimit të ishullit të Sazanit nga vajza e presidentit amerikan Donald Trump, nga zonja Ivanka Trump. Sepse sot marrin vesh që është nënshkruar marrëveshja që ata do investojnë, Jared Kushneri me të shoqen do investojnë $1 miliard në Sazan, do ta bëjnë Sazanin pronë të tyre, dhe kjo është këtë marrëveshje, këtë shitje të ndyrë të trojeve të trullit shqiptare ka bërë kryeministri në detyrë Edvin Kristaq Rama. Prandaj dhe nuk po e arreston Spaku, prandaj dhe ai ka fuqi absolute, prandaj dhe thotë që unë do iki kur dua vetë, prandaj është i garantuar, prandaj ka pushtetin absolut, prandaj bën zgjedhje siç i do ai, ku i do ai, sa i do ai. Pra ne këtë sot po e marrim vesh se çfarë luhet në prapasken lidhur me korrupsionin në Shqipëri. Po vetë urdhrin që ka firmosur Donald Trump sa i përket figurave politike që mund të kapen në korrupsion apo që mund të minojnë shtetin e së drejtës, sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshi këtu Serbinë, Kosovën, por edhe konkretisht Shqipërinë, për cilën ne interesohemi më shumë, dhe ky urdhër shkon në të njëjtën linjë me argumentet që ju keni dhënë vazhdimisht se si duhet veprojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt vendeve si Shqipëria. Zotëri, sot morën vesh që nuk do veprojnë, unë nuk pres të veprojnë, ai urdhër nuk e di për kë është dhënë, kush duhet ta zbatojë, po personi që duhet ta zbatojë është personi që ka bërë marrëveshjen e turpshme të shqitjes së Sazanit tek qifuti Jared Kushner. Kjo është tradhtie pastërkombëtare, kjo është tradhtie e lartë, po neve në Shqipëri, politikanët shqiptarë e hoqën nenin e tradhtisë lartë nga kushtetuta me qëllim që të bëjnë siç duan vetë, të shesin e të blejnë truallin e Shqipërisë ku dhe kur duan. Kështu që ne praktikisht ne kemi përfunduar si shtet. Këtu nuk jep njëri llogari, këtu ka një satrap nga ata të Persisë së lashtë që qeverisë dhe vjet dhe grabit dhe shet dhe përvetëson çfarë i do qefi në trullin shqiptar, në tokën shqiptare, ish Shqipëria, se s'është më Shqipëri, tani nuk është më Shqipëri, shqiptarët ta marrin vesh mirë, kujt nuk i pëlqen edhe të pi limontos. Nuk ka më Shqipëri, ka mbaruar Shqipëria. Për të qenë më korrekt dhe të saktë sa i përket urdhrit, ky urdhër shkon paralelisht me zgjatjen e emergjencës siç e cilësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket situatës në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo emergjencë është zgjatur me një vit deri në qershorin e vitit 2026, dhe në këtë mënyrë është firmosur edhe ky urdhër ekzekutiv. Pra, në kuptimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kthejnë syt nga Ballkani Perëndimor për të parë ato figura politike apo grupe të caktuara që kërcënojnë realisht politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë, ju si e shikoni këtë lloj lëvizje nga lindja e mesme drejt Ballkanit Perëndimor? Ky urdhër duhet zbatohet në radhë parë të arrestohet Edvin Rama,
të arrestohet Edi Rama për tradhti të lartë dhe për shitje të trullit kombëtar shqiptar të huajve, cilë do të jenë këta, çfarë do që të jenë, nga do që të jenë, ne e konsiderojmë tradhti të lartë dhe shitje të trullit të trojve të shqiptare. Prandaj thash që s'ka më Shqipëri, ka mbaruar Shqipëria. Në qoftë se presidenti amerikan do ka nxjerrë këtë urdhër dhe është urdhër që duhet zbatuar, atëherë ta fillojë nga Edi Rama, që është më i korruptuar këtu në Shqipëri. Dhe të vazhdojë pastaj me Sali Berishën dhe të tërë të tjerët personat e korruptuar që shesin interesat kombëtare shqiptare. Po këta veprojnë kështu sepse s'ka kush të kërkojë llogari, s'ka opozit, nuk ka kundërshtar, nuk, domethënë janë vetë zot, vetë shkop. Gjyqin, ligjin, drejtësin, prokurorin, avokatin, policin i kanë vetë. Po çfarë kërkon të arrijë Donald Trump përmes këtij urdhri sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor? A kërkon që të vendos një stabilitet shumë herë më të lartë dhe për të penguar Rusinë që të dalë në mesdhe? Nëse bën që të pengoj Rusinë të dalë në mesdhe dhe të vijë Jared Kushneri të marrë trojet shqiptare. Po nuk ka lidhje me Jared Kushnerin. Kushneri ka një tjetër raport sa i përket investimit në Sazan. Ky është një urdhër ekzekutivi firmosur në Shtëpinë e Bardhë nga presidenti amerikan, i cili ta zbatojnë, e thjesht pare. Ta zbatoj atë urdhër, ta arrestoj Edi Ramën, se ka shitur interesat kombëtare. Pikë. Po sa i përket politikanëve të tjerë siç është edhe Berisha, i cili deri më tani kishte shpresuar se do t'i hiqej non grata, por me firmosjen e këtij urdhri duket se shpresat e tij janë shuar përfundimisht nëse i referohemi këtij urdhri që parashikon edhe përpjekjet për të hequr non grata apo për të dalë kundër sanksioneve. Vërtetësinë dhe seriozitetin e këtij urdhri zotëri unë do ta besoj vetëm kur të arrestohet Sali Berisha të vej në bankun e të akuzuarve, të merret i pandehur dhe të jap llogari atje në qelisi të gjithë tjerë. Jo mor jo, nuk është kështu. Është propagandë, është mashtrim. Nuk do pësojnë asnjë gjë nuk do pësojnë politikanët shqiptarë. Me të shoh deri tani. Po si është e mundur, apo kanë lidhje të fuqishme sa i përket raporteve që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka lidhje sekrete të nëndeshme që ndoshta nuk varen as nga presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Se nuk ka mundësi që të dalë kryeministri i Shqipërisë dhe të thotë unë do iki kur dua vetë. Ç'është kjo more? Po as Luigi 14 nuk tha do iki kur dua vetë. A i tha që do iki kur ju të mos shihni as Gramozëruçi në sheshin ose më saktë në oborrin e Partisë Socialiste. Ato i ka bën gjasmin është ironik i madh dhe bën humor. Jo. Ai e tha seriozisht ato. Dhe praktikisht ai vërtet do iki kur do vetë, sepse pas ka mbështetje të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat janë ato qarqi që mbështesin dhe që e mbajnë, nuk e di si jam në Amerikë. Po të isha në Amerikë do mësoja diçka. Po atëherë si e parashikoni rrugtimin politik të Edi Ramës përgjatë 4 viteve të ardhshme, po ashtu edhe të Berishës në krye të opozitës? Me marrëveshjen që ka bërë me Jared Kushnerin, i pas ka siguruar dhe 4 vjet, prandaj thotë nuk do iki kur dua unë. Po sa i përket Berishës, a ka gjasa që t'i hiqet non grata me firmosjen e këtij urdhri? Nuk e di çfarë fuqi ekzekutuese ka i urdhër dhe pse nuk e zbatoi. Se Sali Berisha ka 6 muaj që po tallet me drejtësi shqiptare. Spaku ka 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet që po tallet. Asnjë s'kan arrestuar deri tani. Mos më bëni më këtë pyetje se i kemi thënë, i kemi sqaruar. Spaku është në dorë të politikës shqiptare. Nuk pas ka absolutisht asnjë fuqi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të komandojnë Spakun. Spakun praktikisht e komandon Edi Rama. Është Edi Rama i pari vendit këtu, është Edi Rama që vendos firmos e vulos, kështu që unë nuk kam asnjë shpresë. Shqiptarët dhe t'i hapin sy, të shikojnë, të gjykojnë, të shprehen në këto postimet që bëjnë tek televizioni juaj. Ky është një urdhër i cili nuk është parë më parë sa i përket vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, përveç sa i përket pjesës së zgjatjes së emergjencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju se shikoni sa efekt do të ketë
qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, firmosja e këtij urdhri, apo është thjesht një akt politik burokratik? Eksakt, e thatë vetë. Zotëri, po t'ishte kështu si thonë ju, çfarë i pengon të zbatojnë këtë urdhër, se këtë s'po kuptoj unë. Çfarë i pengon amerikanët? Administratën amerikane, çfarë e pengon që të arrestojë këta të korruptuar? Se i ka ditë për ditë dalin miliona euro të vjedhura, të grabitura, prona, më the thash të tëra. Ore, pse shkoni larg? Edi Rama bëri grushtetin në Shqipëri. Nuk zbatoi vendimin e gjykatës kushtetuese për shkarkimin e përheqjen e imunitetit të Olta Xhaçkës. Ku ishin amerikanët kur bëri Edi Rama këtë veprim? E pan apo nuk e pan? E din apo nuk e din? E din, mor e din. E din dhe bëj një syqore, një vesh shurt, sepse është Sazani në mes, është biznesi. Ky urdhër parashikon gjithashtu disa masa që mund të merren kundrejt politikanëve të cilët mund të akuzohen për korrupsion apo që mund tentojnë të minojnë demokracinë. Ta lexoj deri në fund sepse ka shumë rëndësi kjo pjesë, cilat masa që mund të merren konkretisht ndaj politikanëve të cilët mund të jenë korruptuar apo që mund të minojnë demokracinë. Dhe masat nisin që nga pjesa e ngrirjes së pasurive, bllokimin e transanksioneve, ndalimin e hyrjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sanksione të drejtë për drejta financiare dhe ligjore. Ju si mendoni, cila prej këtyre masave mund të ndërmerret konkretisht ndaj politikanëve shqiptar? Asnjë nuk do ndërmerret, sepse ç'kërkojnë në Shqipëri kanë marrë. Morën dhe Sazani që i fundit, dhe për çfarë do t'i dënojnë tani? Për çfarë do t'i se marr vesh? Ky urdhër pse nuk është zbatuar deri më sot? Po sepse është firmosur vetëm para pak ditësh prandaj. Atëherë do presim, dakor. Do presim. Dhe prandaj përbën edhe lajm në këtë drejtim. Ju si e shikoni vijimsinë e këtij urdhri dhe çfarë efekti do të sjellë në politikën e Ballkanit, por edhe atë shqiptare konkretisht? Nuk e di në Ballkan, por në shqiptare zero rezultat. A nuk keni një parashikim konkret se çfarë mund të sjellë konkretisht ky urdhër nisur nga ajo çfarë ka ndodhur në 12 vjet qeverisjet e Edi Ramës, por edhe në aspektin tjetër ku opozita akuzon vazhdimisht të mazhorancën e kryeministit Edi Rama se ka manipuluar zgjedhjet e 11 majit? Dëgjoj. Njerë ta ndajmë përfundimisht nocionin opozit. Nuk ka opozit në Shqipëri. Në Shqipëri ka zagar që duan të marrin një copë nga kufoma e Shqipërisë. Nuk ka opozit. S'është opozit ajo. E para, e dyta. Unë nuk kuptoj se këta thonë do bëjmë, çfarë presin që të bëjnë. Dhe nuk më thot ndonjëri mua të dalë dikush të më thot, kjo marrëveshja e Sazanit me kë është konsultuar që është dhënë aty Jaret Kushnerit. Se është tokë shqiptare, është trull shqiptar, është pjesë e tërësisë tokësore. Kujt ja jep dhe pse ja jep? Po ju si e shikoni, si është e mundur që pasuritë kombëtare që pas viteve 90 deri më sot janë përdorur ose më saktë janë keq përdorur në këtë lloj forme që nga Berisha deri tek Edi Rama në ditët e sotme? Për të vetmin shkak dhe për të vetmin arsye, u kanë dhënë perëndimorëve gjithçka kanë dashur dhe të marrë në Shqipëri. Dhe kjo vërtetohet nga çmimi dhe nga niveli i jetesës që është në Shqipëri. Shqipëria ka nivelin më të ulët të jetesës në botë, jo në Evropë, dhe ka çmimet më të larta se në Gjermani, 80%. Atëherë ata perëndimorë budallë janë të vrasin letën e tyre që këto miliarda dollar euro që u hyjnë në xhep t'i lënë t'u ikin, jo zotri. Ata u shërbejnë çantave me dollar që kanë marrë dhe do marrin. Ata i shërbejnë naftës që e grabisin, kromit që e grabisin, hekurit që e grabisin, nikelit që e grabisin, që tëra pasurive tonë natyrore që i marrin kur do qefi, sa u do qefi, si u do qefi, atëre përse do ankon, ata përse do kundështojnë, se marrëvesh. Jo zotri, ka 30 ditë që Shqipëria ka dalë në ankand, u përzun shqiptarët jashtë vendit me politikën më djallëzore të Sali Berishës dhe të
Partisë Punës Shqipërisë të bolshevikëve shqiptar, ikën palca edhe shtylla kurrizore e Shqipërisë, kanikuria shtetit, janë përzënë, s'kthehen më, nuk kthehen më, do vinë aziatik këtu dhe afrikan, do ta popullojnë, do marrin ato pasuri që kanë mbetur, me ata do t'i vënë punëtor dhe do t'i marrin dhe ato që kanë mbetur, dhe ne nuk jemi më shqiptar. Nuk ka më shqiptar, zotëri. Nëse ka ndokush që i del zot Shqipërisë, bërum, hidu. Si mendoni, a do të ishte Shqipëria sot një vend më i pasur, më i zhvilluar dhe vetë shqiptarët nuk do ishin larguar nga ky vend nëse pasuritë kombëtare do ishin përdorur në mënyrën e duhur? Absolutisht po, nëse nuk do ishin vjedhur dhe shitur. Patjetër. Patjetër. Po ambasadorët e Perëndimit këtu përfshit gjithë Perëndimin kanë mbushur çantat e kanë ikur, zotëri. Edhe i kemi kritikuar, edhe i kemi denoncuar. Edhe vetë i kanë denoncuar përfaqësues amerikanë këtu. Atëherë si mund të mbrohet prona dhe si mund të ecë përpara Shqipëria, si mund të ketë progres? O zotëri, nuk ka shqiptar, po kanë ikur njerëzit. Kanë ikur njerëzit. Ka ikur pasuria, kanë ikur njerëzit, u shkatërrua ajo Shqipëria, ai popull shqiptar që jetoi me mira vjet që nga para Aleksandrit të Madh dhe sot e kësaj dite e bën bolshevikët shqiptar me ndihmën e miqve të tyre perëndimor, s'ka mbetur gjë. Po ju si mendoni, çfarë pritet të ndodh tani e tutje nga asgjë. Nga ky keqpërdorimi i pasurisë kombëtare? Do vazhdoj të vidhet më tepër, se s'ka kush kundërshtoj, zotëri, ju jeni gazetar me eksperiencë. Kush do ta kundërshtoj këtë, përveç me flas tani me ty? Ke gjetur ndonjë tjetër? Ndonjë forcë politike, ndonjë politikan, ndonjë qytetar shqiptar? Jo, vetëm unë. Kaq. Të rikthehemi sërish te urdhri që ka firmosur presidenti amerikan Donald Trump. Ju si mendoni, nisur nga firmosja e këtij urdhri, a mund të marrë më shumë zemër Spaku dhe Altin Dumani për të goditur figurat e larta të politikës që mund të dyshohen si të përfshirë në afera korruptive? Jo. Po pse, se kjo është një mbështetje shumë herë më e madhe tashmë dhe kundrejt Spakut? Jo, nuk është ashtu. Ata kanë fuqi absolute këtu brenda shtetit. Janë qeveria, mbrojnë nga qeveria shqiptare, kurkush nuk i prek. Të futet e Dirama në burg, të dalë qeveria teknike të marrë detyrën në Shqipëri, të organizojë zgjedhje, të organizojë ndryshimin e sistemit zgjedhor, e sistemit politik nga Republikë Parlamentare Presidenciale, të bëjnë ato që janë thënë vazhdimisht për 2-3 vjet, masi të bëjnë ato, po mund të bëjnë trima ata të Spakut. Po tashti zotëri i ka kastruar Edi Rama dhe nuk lëvizin dot fare hiç. Zoti Islami, dhe i pyetja e fundit, më 8 korrik Parlamenti Evropian pritet të miratojë një rezolutë sa i përket zgjedhjeve të 11 majit, ku deri më tani në raportin paraprak janë evidentuar disa shkelje që nga shantazhimi i votuesve, përdorimi i patronazhistëve e të tjera si këto. Ju si mendoni, çfarë do të prodhojë kjo rezolutë e Parlamentit Evropian më 8 korrik përveç Shqipërinë, por edhe për klasën politike shqiptare, apo do të jetë thjesht një dokument shtesë burokratik nga vetë Brukseli sa i përket zgjedhjeve të ardhshme? Do prodhoj ato që ka prodhuar vazhdimisht gjatë 32 vjetëve në Shqipëri. Ato do prodhoj, asgjë tjetër. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën dhe miru pafshim në intervistat tjera. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.